Në qytetin e Ersekës, gjimnazi Petronini Luarasi u mbush me emocione e nostalgji, teksa matura e vitit 1981 u mblodh sërish pas shumë vitesh. Ish nxënësit rikujtuan ditët e bukura të rinis, shoqëritë e vjetra dhe kujtimet që koha nuk i ka zbehur. Para 3 vitesh jemi takuar me shokët tanë dhe përsëri pas takimit ne bëm sot takimin e dytë me shokët e klasës. Jemi shumë të gëzuar, shumë të lumtur që jemi me njëri tjetrin dhe do gëzojmë dhe do kalojmë një ditë shumë të bukur. Uroj që dhe vëllezërit e Arshëm të kenë një takim kaq të sinqert dhe kaq të bukur siç e kemi edhe neve. Në këtë takim të ngrohtë morën pjesë edhe mësuesit e tyre, të cilët ndan kujtime nga vitet e punës dhe vlerësuan brezin e vitit 81 për përkushtimin dhe lidhjen njerëzore që kanë ruajtur ndër vite. Ka qenë matura e parë që kam zgjedhur. Ishin klasa shumë të mira, të edukuar, nuk mbaj mend të thyer në një sjellje. Kanë dalë nxënës shumë të mirë që vazhduan shkollat e larta. Ishte kënaqësia ime domun kur shikoj rezultatet dollën në jetë, u bën njerëz shumë të mirë dhe kanë dëshirë që ta vazhdojnë këtë. Edhe pse i kemi vitet, por më duhet të kthehem në një auditor ish nxënësish, unë jam shumë emocionuar. Këtyre nxënësve të maturës 81, dhe ju kam dhënë 4 vite mësim dhe nuk kam menduar kur që tashti që janë të rritur, që vinë dhe takojnë me njëri tjetrin, të më kthejnë kaq shumë emocione. Takimi u kthye në një udhëtim prekës në kohë mes kujtimesh e miqësisë të ruajtura, ku ish maturantët shprehën mirënjohje për mësuesit e tyre dhe premtuan që këto takime do të vazhdojnë për të mbajtur gjallë frymën dhe kujtimet e brezit të tyre.